Dhe I tha djalit vetoj bira, më hap një guri tjetër ma gjej dikon që të hypin te. Ti më afron gurt, unë e bëj murin. Dhe ja afroi çat guri që quhet Maqam Ibrahim. Dhe Ibrahimit subhanallahu I sharruan kamtën te. Allahu deshti që më sharru kamtën guri dhe çaj guri me met deri sot e kësaj dite dhe përmeni Allahu në Kur'an. Maqam Ibrahim është në thjesht guri. Është guri. Guri I përmendur në Kur'an. Allah thot fihi ajatun bayinat maqamu Ibrahim në qabe ka shenja qarta ndërto maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim sërrije dhe kë Ibrahimi alayhi salam prej Babilonis në Irak është për ngol në Harran në juglindje të Turqisë satme tamam e pastaj thatësi e madhe atje dhe mesarën shkojnë në Egjipt. Dhe pastaj ndodhet që ka ndodhur me mbretin e Egjiptit edhe është përngol në Palestinë. Dhe nga Palestina pastaj mbasi lindi Ismaili me Haxherën, Allahu e urdhëroi ta merr Haxherën dhe beben e vogël Ismailin dhe nga Palestina ta çojë në Mekën e shkret kuptim të pa bim, pa ujë, pa ushqim, pa kurrë të Zotit. Ta lë atë gruan e vet edhe djalin e vet vogël. Urdhër I Zotit. Ibrahimi pejgamberi I Allahut dhe Ibrahim e zbatoi. Ndodhi çka ndodhi, erdhi uji Zemzem, shpërthej uji Zemzem, ja nesër me banu njerëz aty, dal nga dalis kur rrit Ismaili alayhi salam, Ibrahimi vinte vizitante herë pe Palestinë atje kur rrinte te Sara, me Sarën bash Palestinë, por vinte herë në Mekë për ta vizituar gruan e vet edhe djalin e vet, edhe I thanë herë djalit o bira, Allahu më ka urdhëruar me ndërtue një shtëpi për te, a do të më ndihmosh? Tha po, bab qyshja. Edhe ja, nëse me ndërtue në temelet që është sot, edhe Allah në cektë në Kur'an, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida min al-bayt wa Ismail. Edhe për kujtejtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur Ibrahimi bashkë me Ismailin I ngritnin temelet e Qabes. Ibrahimi mjeshtër I zidante e marasta që shme thonë, ndërsa Ismaili sillte gur. Kur o ngrit pak nalt, kur anëherë të qyshi këto të kanë diko guri zi, Ibrahimi tha, bira, ma zjoj një guri dikun të veçant, ta vendos në këtë kanë këto, në mënyrë që t'jetë piknisje njerëzve për mësil rreth Qabes. A I shkaj e ka dikon e lypin I guri, me ka guri sa dush, tha ja këta ja, shkaj me pruvi tjetër, tha për këta janë I tjetër bima. Kura dhe herën e dytë, thua tretën, Ibrahimi kështë e vendos një guri atë. Tha ka erdhë kë? Tha kjo guri zia bira, kjo ka arpe I gjenetit. El Haxher el Aswad. E ta një shkar për gjenetit, aja sila të Gjebraili. Apo në variant tjetër është pej kohës Ademit a.s. kur Ademi ka zbrit për gjenetit, thuhet se mërzit fort që bëdel për gjenetit, dhe kur ka ardhur urdhri I Allahut me zbrit për gjenetit tokë, ka kap një guri, sap më çmall me te, edhe me të ka zbritën tokë. E thuhet Ademi a.s. pasi ka ardhur tokë dhe ka fillu me shiju këtu belatit, këtë tokë është bela, këtu telasha, me shiju këtu telashet e tokës, e o mërzitë, përmallua, mallën gjy, fort për gjenet, ka në Zoti jam, qëmë diçka qka të qoftë të gjenetit në mënyrë që vetë çmalla me te. Dhe Allah e ka zbrit gurin e zi. E që ka në hadith, guri zi ka qenë guri, është Haxher për gjenetit, është guri gjenetit hadith, dhe ka qenë I bardhë, si qumshti, por për gjunahëve të beve të Ademit është në zi o bëj zi. Për gjunahëve të beve të Ademit. E tash, a ka qenë guri atë dikon, dhe Gjibrili tha që merë gurin, aja prunë Gjibraili për gjenetit, apo për diku ma lartë, Zotë e din, të barek o tal, nuk është të qarë, së të që tjetë, Ismaili tha, ku e morë këta? Tha ma pruni Gjibrili, kjo guri gjenetit, Haxher el Aswad. E vendosi, po Haxher është guri zi, është poshtë, po ku shke pak ma nalt, ta shë doftë me hip një farlej skeli, themin e këtu dialektin kosovar, me hip një shka nalt. Edhe I tha djalit vetoj bira, ma hep një guri tjetër ma gjej dikon që të hypin te, e ti mi afrën gurt, unë e bëj murin. Dhe ja afrej qatë guri që quhet Maqam Ibrahim. Dhe Ibrahimit subhanallahu I sharruan kamtën te. Allahu deshti që më sharru kamtën guri, dhe qaj guri me met deri sot e kësaj dite dhe përmeni Allahu në Kur'an.
përmen Allahu në Koranat guri, që është Maqam Ibrahim, pra vend ku ka qëndru Ibrahimin të hy për më mërue, me maratue murin e Qabes. Ai guri ka qenë ngjit me Qaben, me dirë të djera Qabes. Fillim e pastaj është largue, kanë largue më vonë.